Një javë mbushur me gjoba, kështu e kemi titulluar këtë raportim të drejt për drejt që do të kemi me Sido Barkaj, i cili do të na sjellë informacione se i takon gjobave që është duke vendosur policia për të krijuar një lloj rendi, le të themi, në rrugët e kryeqytetit. E Sido, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Sido. Mirëmëngjes Brekena dhe Flori, në fakt ashtu siç e thatë dhe ju, një javë mbushur me gjoba ka qenë rezultati i policisë rrugore të komisariatit në Tiranë, sa i takon parandalimit të aksidenteve, por dhe ndëshkimin të shoferëve të pabindur, të cilët pra kryen shkelje të ndryshme të kodit rrugor. Në fakt, policia rrugore e Tiranës ka shtruar kontrollet të vazhdueshme kryesisht në akset lidhëse, por dhe në akset më kryesore të kryeqytetit me qëllim parandalimin e aksidenteve, por nuk kanë munguar pra të themi pikasja dhe kështu ndëshkimi për shoferët e pabindur. Konkretisht janë vendosur afro 4.000 gjoba, të jemi precis pra janë vendosur 3.770 gjoba për një javë nga policia rrugores, ndërkohë 23 raste kanë qenë drejtues mjeti të arrestuar, të cilët janë kapur kryesisht në efektin e lëndëve narkotike ose në efektin e alkoolit, por ka patur dhe drejtues mjetet të cilët pra kanë qenë duke qarkulluar me mjetet e tyre të papajisur me leje qarkullimi. Megjithatë janë vendosur në kuadër të masave dhe 228 masat të tjera, sa i takon parakalimeve të gabuara dhe mos pozicionimit të saktë në Karagjatë, por sipas policisë rrugore janë manovra të rrezikshme dhe burim aksidentesh. Ndërkohë vijon puna e policisë rrugore dhe për heqjen e automjeteve të parkuara në mënyrë të gabuar, ku janë hequr të paktën në një javë 57 mjete, të cilët janë larguar për me karrotres, të cilët në fakt policia i ka reklamuar kohët e fundit, ku është shtuar një flotë e re sa i takon karrotreseve për të hequr të gjitha makinat të cilët parkojnë në mënyrë të gabuar, duke sjell kaos në rrugët e Tiranës. Megjithatë, sa i takon masave të vendosura në një javë nga policia rrugore, si mbetet i njëjti trend, le të themi, sa i takon mosbatimit të kodit rrugor, për mosvendosja e rripit të sigurimit, përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjeteve, mos respektimi i shpejtësisë, por dhe përdorimi i alkoolit në drejtimin e mjeteve. Në fakt, Sido, nëse referohemi pak strukturës e misionit, tashmë është bërë zakon që të bëjmë një përmbledhje të sa i përket masave administrative që policia të paktën në kryeqytet vendos javë pas jave. Nëse i referohemi trendit të këtyre të fundit, a ka një ulje të këtyre masave, pra për të kuptuar, a ka një ndërgjegjësim të qytetarëve për mos të bërë shkelje të ndryshme, pra ka një ulje të këtyre të numrit, sepse 4.000 gjoba në javë janë vërtet shumë. Në fakt, Flori, nëse referohemi gjobave krahasuar me javët e kaluar, duket se ka një përmirësim, le të themi, në drejtimin e automjeteve të paktën nga shoferët e pabindur, siç konsiderohen nga policia rrugore, ka një ulje të lehtë, vlen të themi, të paktën javën e fundit sa i takon masave administrative të vendosura. Megjithatë, policia rrugore, e cila ndodhet në terren çdo ditë të javës, jo vetëm në akset më problematike, por sidomos në unazën e madhe, unazë e cila në fakt monitorohet dhe nga pajisje inteligjente, si dhe dronë inteligjente, të cilat pikasin çdo drejtues mjekti i cili kryen shkelje të ndryshme. Në këtë mënyrë pra drejtuesit e mjeteve janë shoqëruar me një fletë gjobe, pra të cilët u kanë mbritur përmes portalit e-Albania dhe më pas janë vënë në ndjeni saktësisht për orën dhe vendin se ku kanë kryer shkeljen, kur në rastet më të rënda kanë patur dhe ulje të pikeve në patentën e tyre. Duket se ka një përmirësim në kuadër të, le të themi, montimit ose të përdorimit të pajisjeve teknologjike moderne, siç e tham edhe më përpara, të dronëve, duke se, le të themi, një friksim nga ana e drejtuesve të mjeteve për ndëshkimin me gjoba më të majme, të paktën siç rezultojnë dhe kohët e fundit e vendosura nga policia rrugore me qëllim parandalimin e aksidenteve. Mirë, ky është një lajm i mirë, e Sido, sa i takon qytetarëve, cilët duket se gjithmonë më shumë kanë vendosur që të zbatojnë rregullat, por nga ana tjetër, teksa ne flasim për gjobat dhe mënyrën se si është duke proceduar policia për të sjellë, le të themi, rregull në kryeqytet, nga ana tjetër duket një situatë shqetësuese për qytetarët. Këto radhë kilometrike që ne i pam edhe nëpërmjet pamjeve, të cilat vijnë në transmetim të drejt për drejt edhe nga ajo çfarë gazetarët ju konkretisht, por edhe operatorët kanë filmuar, nga ana tjetër dhe policia, duket se mbetet shqetësim për qytetarët që i duhet të humbasin shumë kohë në trafik. Apo jo? Çfarë po bëhet në këtë drejtim, sepse të paktën gjatë periudhës së fundit kemi parë që këto radhë kilometrike janë në zona të ndryshme të kryeqytetit. Nëse flasim për trafikun e Tiranës, patjetër që Tirana ka një mbipopullim dhe patjetër që është shtuar një trafik i rënduar kryesisht në akset kryesore të saj, përfshirë dhe unazën e madhe, e cila ishte, le të themi, një investim i cili pritet të sillte shpresë duke lehtësuar sa të pak trafikun e Tiranës. Megjithatë, policia rrugore ndodhet në terren çdo ditë të javës, duke sjell, le të themi, duke bërë të pamundur gjoba kryesisht. Se ndryshim të situatës duke pak e vështirë.
Shiko, mund të flasim, gjobat vendosen për të gjithë drejtuesit të cilët kryen shkeljet e qarkullimit rrugor, megjithatë trafiku në kryeqytet nuk është vetëm përgjegjësi e policisë rrugore, të paktën ekspertët shpeshherë kanë ngritur shqetësimin se i takon rrugëve të cilet pra nuk përballojnë fluksin e shtuar të automjeteve të Tiranës, por dhe unaza e madhe e cila pritet të sjellë një lehtësim në trafik, të paktën hyrje dhe daljet e saj në nyjet kryesore, duke analizuar tek zona e liçenit apo në zonën e Astrit, por dhe në zona të ndryshme, pra degëzimet e tyre janë tepër të ngushta, duke sjellë një fluks të shtuar të automjeteve dhe duke mos përmirësuar, patjetër edhe në Shkozë duke mos përmirësuar pak situatën e rënduar të trafikut. Janë disa zona problematike, e vërtet. Esido, ne të falenderojmë shumë për të raportim të drejtë për drejtë, shpresojmë që nga ana tjetër si gjobat edhe këto, le të themi, reagimet të policisë nga ana tjetër sjellin një shfryrje të trafikut, i cili na prek drejt për drejt të gjithëve. Faleminderit Esido, punë të mbar. Faleminderit.